Ta zënë të rastet e veriut që kanë rezultuar në kohën kur autoritetet tona kanë tentuar shtërirjen në autoritetet ligjore në kuadër të pjesës veriore të Kosovës. Kemi arritur që të sigurojmë për shumicën e rasteve kryesisht të vepra penale. Objektiv edhe e prokurisë së shtetit, por edhe hetimit është edhe arsyeja mbi bazën e cilës ka rezultuar dhe kryerja e veprës penale. Në raport me disa raste që na i kemi trajtuar, hetuar dhe për cilat edhe kemi ngritur akte akuzuese në kuadër gjykatave kompetente, sipas kompetencës territoriale, është arritur që të arsyetohet fakti se cili ka qenë qëllimi në raport me kryerjen e këtyre veprave penale. Ta zënë të rastet e veriut që kanë rezultuar në kohën kur autoritetet tona kanë tentuar shtërirjen në autoritetet ligjore në kuadër të pjesës veriore të Kosovës, ne kemi arsyetuar faktin se qëllimi i tyre ka qenë i caktuar mbi bazën e grupacioneve, veprimeve, mbi bazën e cilat kanë tentuar që të pengohet puna e njoftimit, njoftimet në raport me angazhimet gazetareske, në raport me njoftimin dhe informimin e qytetarëve të Republikës së Kosovës lidhur me zhvillimet të cilat kanë rezultuar në atë kohë në atë pjesë të Kosovës. Pra, jo në çdo rast është e mundshme që të zbulohet edhe arsyeja, mjedisisht faktet dhe rrethonat për të cilat e kanë shtypur personin me kryer vepra penale, por prokuria e shtetit mban detyrim atë edhe për cilën e konstatoi atë kështniku se duhet që të arsyetoj dhe të vërtetoj faktet lidhur me të cilat ka arrit deri tek qëllimi, gjithsesi dashja për cilën edhe ligjvënësi ka parapo, lidhur me arsyeën e kryerjen e veprës penale. Por në anën tjetër, ajo që është e rëndësishme theksohet. Prokuria e shtetit në bashkëndrim me policinë kemi arritur që të sigurojmë për shumicën e rasteve kryesisht të vepra penale. Kemi arritur që ata kryesisht vepra penale, ato për cilat janë gjykuar, edhe cilën janë shpallur fajtor me akt gjykime të plotësishme të gjykatave, tashmë kemi disa raste dhe unë mendoj që kjo është ajo për cilën ne duhet punojmë shumë a shumë që edhe këto dënime, edhe këto akt gjykime të publikohen dhe të njoftohet publiku lidhur me pasojën e kryerjes së këtyre veprave penale, pasi që ju e dini qëllimi i dënimit ka të bëjë edhe me parandalimin e kryerjes së veprave penale të tjera, në këtë rast edhe në raport me personat e tjerë. Unë mendoj që puna dhe angazhimi i prokurisë së shtetit, sepse ju siç e dini, prokuria e shtetit në kuadër të objektivave të punës e ka me prioritet edhe rastin e trajtimit kur kemi të bëjmë me rastet ndaj sulmit ndaj gazetarëve. Pra, ne kemi arritur që shumicën e këtyre rasteve t'i trajtojmë, t'i zbulojmë kryesisht të veprave penale, t'i ngritim aktet akuzuese, t'i përfaqësojmë këto raste. Për më tepër është një ndër rastet që unë mendoj që kemi arritur të tregojmë sukses, pasi që në disa raste, me rastin e ngritjes së aktakuzave, në raport me rrethonat rënduese kemi arsyetuar faktin se është e nevojshme të shqiptohet edhe dënim me burgim, që paraqet një formë standard me cilën ne kemi tentuar që të garantojmë që puna e gazetarëve të jetë e mbrojtur dhe të njëjtën kohë edhe në raport me aspektin kushtetues dhe ligjor.